Me ty që po e bën prerjen e shiritit? Më falë. Personi është po e njëjta me fotografinë e parë. Është gruaja që më ka rrit. Gruaja që të ka rrit? Po. Okej. Më falni. Tua gruaja që më ka rrit i bje që nuk është nëna jote biologjike. Jo. Dhe ke një histori prapa kësaj. Realisht, mu prindrit e mi janë nda kur unë kam qenë 6 muajshe. 6 muajshe. Po. Familjarët që i kemi kanë fillu disa një periud ashtu periuda me u kujdes për mu. Pastaj, kur ka ardhë radha halës, kjo është hala babit tim. Hala e babit. Po. Është një gruqa edhe 3 djemët e vet i ka rrit pa burë. E vetme. E vetme. Ka vdek buri në fëmin e tretë kur ka qenë shtatzane. Dhe nuk është friksu me marrë edhe mu, me mjep në ngrëtësi, me mdasht, edhe me u kujdes. Pra, njëherë ke shku ose të kanë marrë me radhë familjarët për të ruajtur, se ti fëmijë i vogël. Dhe kur ka mbri radha tek kjo? Po, se kanë bo me radhë. Kur ka mbri radha te... E i thamë halla në nushe, ashtu emrat, sepse nanë s'ka guxu me mlanë me thirë. është friksu që po këthejnë prap të babi. Edhe ka qenë sfida e saj me më mbajt largë asaj mos me thirë nanë. Sa vjet ke jetuar me këtë zonjë? Tash i bën 3 vite që ka vdek. Do të thëtë prej moshës 1 vjeqare, unë kam qenë gjithmonë. Gjithmonë? Në prehrin e saj, në gjirin e saj, sa që edhe e rritne ashtu si jam, jam struk në prehrin e saj se mu duke sikur po më shëran. E dijeti se nuk e ke nën? Jo. Apo... E kom pas dhe një periull shumë sfiduse në lagje, kur luja me fëmi. Nana jote është plak, fëmija. Ashtu të tonë? Po, nëse ju kam bet hatri diqka, ka qenë të një sulmi, nana jote është plak, ti nuk e ke nën, unë shkësha. Pranë saj të qajt, pëse po më thujnë së kam nën. Farë tonte? Mos i ndëgjo, tje që ka jam, më ka fillu me ato përgdhelje. Pastaj ka qenë edhe një tjetër gjo. Unë nuk ju kom nda kur, unë nuk di që s'ja kom mërzit shpirtin. Qatë shumë i kom nejtë në gjitëne. Gjithkon, nëse ka shku me pa, dikon ngushllime, unë e kapne. E kur e kuptove që nuk është ajo nëna jote, apo kur të tregoj? Babi, gjyshi, kanë ardhë ko pas kohë vizita, po djemë të halës i qyshin daj. Edhe une, kalimin e kohës të rrit, gjithmonë me një farë forme, si kur zdësha mja pranu vetës realitetin. Edhe ka dole ku më qytë daj, pas taj hala është kujdes me më detyru me i thirë babë, gjysh, që nëse me qenë gjysha. Babin e vërtet të ndë? Po, këto në mes është gjyshi dhe babi. Pastaj që me vërtetu të manë sakt, nuk di a me qëllim, apo pa dashje, hala kalon një certifikat timen me gjetun shumë letë. Edhe aty u përballa fix. Çfarë moshe ke qenë? 12 vjeqe? Afer 12. Aty u përballa me emrin e babit, emrin e nanës, jo emri i halës dhe i babit, e i burit saj që unë kam mendu se jam e tyre. E bisedove pastaj me të zonjën dhe me babajnë tëndë? Jo, s'kom pas guxje më përball. Me njëherë? As njëherë me atë pjesë. E kom majtë ashtu si në heshtje, si në vete,
sikur se s'do isha me ja pranu as vetës. S'do ishe me pranu. Sa zgjati kjo? Se kom përmend kur. Se ke përmend kur? Jo, kom vazhdu, realisht kom vazhdu me atë se nëse une, me ndajsha se nëse une diskutaj një pjesë, sikur nuk po jam me knaqen me dashnin e saj, me ngrëtsin e saj, ashtu më doke dhe nuk ja përmend që asnjë fjalë. Pra ajo ka ndruar jetë, po ti kur nuk e ke bisedu këtë? E vetë mja pyetje ka qenë që ja kom ba, pse nuk më lanë me ti lanë. Se s'kom dalë shkur me e mërzit. Kjo pyetje e di që e pashe e preku. është friksu se po më kthejnë te babi edhe qysh me të lanë me më thirën. Tani, nënën tënde biologjike e ke takuar? E kom taku veç një herë, por mënyra që e kom taku ka qenë shumë bumerang për mu. Në atë periudhë... Pra nuk ishte në organizim, në kërkes për ta takuar? Në atë periudhë në kom qenë me shumë ngarkesa, probleme, do të thëtë e pashë si jam gati dhe për atë pjesë, mirë po prapë nuk e di, nuk di as me e kujtu atë pjesë qysh, se di pse ndoshta sikleti aq i madh, s'ma lën në memorie. E ku e ke taku? E kom taku te vllau i saj. Që i bie te daja yt. Po. Edhe këtë pjesën e jetës tam dyqysh e kom marrë vesh si me epizoda. Gjithmonë kom marrë vesh diçka të re. Zoja që më ka linë mu, nuk ka kërku me më pa. Sa kam qenë unë fëmi, nanushi jam, halla jam që më ka rrit, i ka dërgu fjallë që je e lirë kur do që ti do në marrë me pa, por s'ka ardhë. Pastaj e kom pas edhe një pjesë tjetër, kur ka vdek babi, trashëgëmia që e kam të trashëgume prej babit e gjyshit, është dash me unë nënshkru dhe prej saj, nuk ka dash me më taku. Kam mendu se ka gjetë ngushëllim të vllajzat e veta që i ka, por se di, aty jam letu me ndërgjegjën tem se kom thonë, okej, son gjithmonë i kom vu fajnë vetës, mbledhi forcat, po aty e kom pa që, okej, në rregull, ma lirove ndërgjegjën, edhe pse është e ronë, jeton pa ta, edhe me një farë forme po afrohesh, me qujtë nanë. Tani ajo ka vajzat e veta, ka familjen e vetë? Po. Ka vajza, ka familjen e vetë, është martu me një herë pas ndarjes babit, vajzën e radhës e ka një vetë më të vogël se unë. Ka vazhdu jetën. Nuk ke kureshti ta takosh dhe të flisni, apo nuk ka as nga ana e saj? Pse jeta na përball me gjithë çfarë rrethanash, gjithë çfarë situatash, po vjen një moment që është ndoshta i duhuri për të përballur dhe për të sqaruar, pastaj përsëri secili vazhdon jetën e vet. E keni kërkuar një takim tillë të sqaroheni dhe pastaj sigurisht secili ta jetojë jetën e vet? Me të thonë të drejtën, unë jam mundu nga njerëz të besueshëm me marrë nga një pjesë të arsyes pse do të thotë unë e kom bo një rrugtim tjetës, fatmirësisht ndurt e nanushit, po pjesa tjetër është me gjemba. Tash, sidomos pas vdekjes nanushit, s'përballoj mu. Nuk e përballon.